A është e mundur të diagnostikohet autizmi që në fëmijëri? Zakonisht, marrë në suazat edhe në hulumtimet që janë bërë deri tash, fëmijët që fillojnë të shfaqin shenja dhe elemente të autizmit, zakonisht fillojnë mbas moshës 3 vjeçare. Por hulumtimet e fundit kanë sjell disa informata tjera se ka fëmijë të cilët shfaqen edhe sjellje edhe më herët, japin sjellje edhe më herët para moshës 3 vjeçare. Por mirët si formë standarde mirë 3 vjeç zakonisht. Një pjesë e konsiderueshme shfaqen në moshën 3 vjeç e sipër. Në tash, si forma kryesore do të thotë është mungesa të folurit. Edhe tash një fëmijë tolerohet deri në moshën 4 vjeçare që të ketë një fond më të dobët, më të varfër të fjalëve. Por nuk tolerohet që ai fëmijë mos të ketë as pak të folur. Do thotë, nëse fëmia ka mbush, tash ne e dim se sa duhet, parafërsisht sa duhet fjalë të dije fëmia deri në moshën 4 vjeçare për shembull, nuk duhet vetëm të ketë të krijuar edhe fjali me të cilat komunikon edhe zhvillon komunikimin e përditshëm dhe shpreh nevojat e veta. Nëse fëmia këtë nuk e bën, atë diçka me ta po ndodh. Edhe andaj këtu është prapë po kthehemi te ajo se intervenimi i hershëm është pjesë shumë e rëndësishme në gjithë këtë proces. Sa më herët familjet e shohin problemin me fëmijët e tyre, shansat janë shumë më të mëdha që ne të arrijmë që spaku të kapim do të thotë atë momentin kyç ku do të mundemi të intervenojmë dhe të gjejmë spaku një formë që do ta tejkalojmë këtë problem ose të thjesht ta përgatisim dhe ta bëjmë fëmijën të aftë që të funksionojë pavarësisht problemin që e ka. Po, a ka fëmijë të cilët shenjat e autizmit mund të paraqiten më vonë, për shembull në moshën më të madhe? Zakonisht fëmijët shenjat e para të autizmit i shfaqen qysh prej moshës vegjël. Tek fëmijët që janë fëmijët kur e kalojnë fazën e fëmijërisë, futen në fazën e adoleshencës, në fazën, do të thotë, mbas fazës e adoleshencës vetëm hynë në fazën e njerëzve të rritur, atëherë mund të shfaqin elemente tjera dhe edhe problematika tjera që përkojnë me moshën të cilën ata gjenden. Normal, ne dim se edhe fëmijët me zhvillim tipik, do të thotë në thojza apo shprehim ashtu që ta kemi më të qartë, edhe fëmijët me zhvillim normal, që nuk kanë pengesa, kur futen në periudhën e pubertetit ndodhin aq shumë ndryshime, saqë ndodh që jo çdo fëmijë do të thotë me zhvillim normal mund ta tejkalojë me lehtësi periudhën e pubertetit. Mos flasim me fëmijët me probleme në zhvillim. Andaj janë të natyrave tjera ato sfera të cilët fëmijët mbasi futen në fazën e pubertetit edhe rriten realisht mbas moshës 18 vjeçare, do të thotë shfaqin pjesë tjera, por shenjat kryesore i shfaqin qysh në fëmijë.